Donaldi e thyen rjetin me urimin për Borën. U lodha duke t'i dëgjuar ëndrat, por të dua pafund. Moderatorja e njohur Bora Zemani ka festuar ditëlindjen e saj, ndërsa urimin më të veçantë e ka marrë nga partneri aktori Donald Veshaj. Përmes një postimi në Instagram, Donaldi ka ndarë një moment të ëmbël nga festa, ku Bora shihet duke buzëqeshur përpara tortës së ditëlindjes. Krahas fotos, aktori ka shkruar një dedikim të ndjerë, duke kombinuar dashurinë me humorin që e karakterizon. Ai uron Borës realizimin e të gjitha ëndrave, duke shtuar me shaka se është lodhur duke ja dëgjuar aq shpesh. Në mesazhin e tij, Donaldi nuk kursen fjalët e dashurisë, duke theksuar se ja thot kaq shpesh të dua, saqë në këtë ditë të veçantë do duhej t'i shpikte një fjalë tjetër për ta shprehur. Edhe 100 vjeç partnere, shpresoj që jeta të t'i realizoj të gjitha dëshirat që ke, se u lodha duke i dëgjuar aq shpesh. Të dua shumë, ta them aq shpesh, saqë duhet të shpik një fjalë tjetër. Nga ana tjetër, edhe Bora ka ndarë me ndjekësi disa foto nga festa, ku shfaqet e buzëqeshur me një buqet të madhe lulesh dhe një tuftë ullumbacesh, duke reflektuar atmosferën festive dhe dashurinë që e rrethon. Kujtojmë se Bora dhe Donaldi janë bashkë prej disa vitesh.